Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, Assalamu alaikum. Mirë se po takohemi në takimin e radhës në emisionin ton, në serinë ton të re, betejat që duhet fituar. Kemi folur takimin e kaluar për dunjan. E kemi përmendur se dunjaja në esencë është dhuratë për njeriu. Mundësi që ai në të fiton shumë. Allahu te baraka o taala dunjan e krijoi që njeriu ta shfrytëzon për dobit dhe për qëllimin e krijimit të tij, që ai përmes dunjas të arrijë të krijuesi ashtu si duhet. Mirë, po ky proces është zhvilluar gjithmonë normal në këtë mënyrë? Padyshim se jo. Në dunjë ka edhe të tjerë që realisht ranë viktima të dunjas. Dunja i ka kthetet e veta, i ka sprovat fitnet e saj, i ka mashtrimet e saj, i ka rrëmbimet e saj. Nëse nuk i njohim, nuk jemi vigjilent të kujdesshëm, na rrëmben shumë keq. Prandaj nga kjo perspektivë, dunjaja është armiku i besimtarit. Nga kjo perspektivë, përndryshe, besimtari nuk ka problem me dunjan. Përveç në këtë situatë që e përmana dhe në detaje që i kam përmend në takimin e kaluar. Tash shtrohet pyetja, atëre si të dalim me dunja? Çfarë udhëzime duhet të ndjekim që përmes këtyre udhëzimeve e shfrytëzojmë dunjan, kënaqemi këtu dhe vazhdojmë tutje për tek Allahu i manduar që të shpërblehemi me xhenet. Kjo është fitoria e dur. Kjo është fitoria e dur. Nga sa Allahu xhalla wala kur flet për fitoren e njerëzve në dunja, se njerëzit në dunja realisht fitojnë se humbin. Këtu është mundësia me fituar se me humb. Në herët veç tregohet rezultati. Në herët s'ka fitore as humbje. Ka rezultat të fitores apo të humbjes. Ndërsa angazhimi, përpjekja që në bazë të kësaj gjykohet për dikën fitues apo humbës është në dunjë. E lidhur me këtë aktivitet të dunjës, Allahu thot: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz." E ai që i shpëton xhenemit dhe arrin të futet në xhenet, i tillë ka fituar. Ne këtë fitore po e dojmë. Ne po flasim që nga fillimi për fitoren, për betejat, për armiqësitë, për problemet, që ato mos na sillin humbje në dunjë. Ne po dojmë dunjë me fitu. Dhe po dëshojmë që rezultati i fitores na shfaqet ditën e gjykimit, kur dalim para Allahut, e shohim fletoren e veprave tona, realisht fletoren e jetës tonë, kur realisht shkëlqen çdo rresht aty. Gabimet na janë falur, nga se kena kërku falje, kemi qenë të kujdesshëm. Veprat e mira janë shënuar dhe shumëfishuar në shpërime, andaj mbetet që ta dëgjojmë vendimin e gjykatës suprem, Allahu te baraka o taala, i cili na thot: "Udkhulul janna", hyni në xhenet. Këtë presim na. Kjo është fitoria e madhe të ndërruar shikues. Për këtë realisht gjitha betejat bëhen. Dhe në shërbim të kësaj fitore duhet të bëjmë gjitha betejat. Gjitha betejat e tjera që nuk e synin këtë fitore janë të humbura, janë të kota, janë të panevojshme. Nga se realisht besimtari nuk ka çka fiton atje. Në çdo betejë ku marrim pjesë dhe nuk fitojmë atë që përmana shpëtimin nga xhenemi dhe fitoren e xhenetit, ne realisht kemi qenë pjesë e betejave të humbura. Beteja të kota të panevojshme. Allahu na ruaj. Prandaj si të fitojmë dunjë? Si të dalim fitimtar nga dunjaja? Nga kthejet e saj, martimet e saj, sprovat, fitnet e saj, kështu më radhë, si të dalim fitimtar? E para të ndëruar shikues është të kërkojmë mbrojtje nga Allahu te baraka o taala. Njeriu nga natyra e tij anon ka dunjaja, i bën përshtypje. I bën përshtypje pushteti, nuk mund ta mohojmë, na bën përshtypje pasuria. E shumë nga fitnet e dunjas na bëjnë përshtypje. Nëse njëri nuk është i lidhur me Allahun te baraka o taala, nuk kërkon ndihmën e Allahut xhalla xhelalu, nuk i ndjek udhëzimet e tij, nuk ja dal. Prandaj kushti i parë për të fituar në betejën tonë me dunjan është të lidhemi me Allahun te baraka o taala. Të kërkojmë ndihmën e Allahut se ai është i vetmi që na shpëton. Përndryshe Allahu çka tha për njerin në raport me fitnet e dunjas, wa khuliqal insanu da'ifa. Njeriu është krijuar i dobët, sikur thaj Ibn Abbasi, ka shi gjinisë së kundërt, ka shi sprove dunjas, njeriu është i dobët ka shi pasurisë, njeriu është i dobët ka shi pushtetit, është i dobët, nuk mund të reziston kur i ofrohet, përveç atij që është i lidhur me Allahun te baraka o taala.
Lidhë me Allahun te barekuhu teala, edhe fiton. Lidhë me Zotin Jelle Jalaluhu. Nëse aty është shpëtimi, aty fitora. Allahu çka thënë në Kur'an? "Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Ai që është lidh me Zotin është udhëzuar në rrugën e drejtë. Don e din ka hmira, nuk bredh në labirintin e dunjos. Nuk ja huq, nuk devijon dhe nuk e humb rrugën. Kush? "Wa man ya'tasim billah." Ai që kapet për Allahun te barekuhu teala. Ai që po. Ai që është lidh me Zotin xhallahu ala. Ai lidh me Allahun te barekuhu teala. Lidh me Allahun xhallahu ala nga sa i mbron, ai truan nga çdo sprovë dhe të lashë dunjos. Kështu tha Jusufi alayhis salam. Kur një ekspozua sprovë, ajo grua nuk hiq të dorë për ti, subhanallahu. Madje kërcënonte. "O in lam yafal ma amuru la yuzanna." Nëse nuk e bën atë çka unë po urdhëj, burka më fut. Apo dënim dëmshëm kanë për tu. Ana nuk du. Sa nuk e bëj këtë punë kur. Tha çfarë skipa apo? Çfarë skipa më dëgju mua? Ishte vetmuar. Parna Jusufi ishte blerë në treg si rob. S'kishte të afër, s'kishte pushtet. Nuk kishte as një mjet rezidencë karshi kësaj gruaje. Nëse ai kishte pushtet e kërcënonte. Bi gjitha ai tregonte e përsi mbi atë grua. Jo, me adh Allah. Por ai gruaja prapë insistante. Çka tha Jusufi? I dërtua Allahu xhallahu ala. I dërtua normal Allahut. Wa in lam tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna. O Zot, nëse ti kurthat e këtyre grave nuk i dërgon për meje, unë e bi në këto kurtha. Jusufi alayhis salam, po Jusufi alayhis salam. Dhe ne gjithë kemi që Allahu të na ruan. Allahu të na mbron në situatë. Vetë besimi i tepruar në këtë çështje është shkatërrim. Vetë besimi i tepruar në këtë çështje është mjerim dhe humbje e dështim. Prandaj mos u mbështet në forcat e tua, mos u mbështet në moralin tënd, në devotshmërinë tënde, mos u mbështet në dijen tënde. Jo, të pamjaftueshme vallahi gjithë, të pamjaftueshme. Mbështetu në Allahun te barekuhu teala. Ai të mjafton. As Allah tha në Kur'an, "Alaysa Allahu bikafin 'abda." Si Allahu nuk i mjafton robët vet? I mjafton normal që i mjafton. Allahu të mjafton. Veç Allahu të mjafton. Hasbi Allahu ni'mal wakeel. Allahu më mjafton, ai është miku im më i mirë. Prandaj lidhemi me Allahun xhallahu ala. Lidhemi me Zotin te barekuhu teala. Mirë mbaj raportet me Zotin është me të vërtetë është çarja, po them kushtimisht, është zgjidhja në këtë situatë, në çdo situatë tjetër, Por këtu po flas për çështjen e problemeve dunjore. Sigurisht e kam përmendur tek nefsi. Çështja e dytë e ndëruar shikues, që është më rëndësishme me pas parasysh në betejën tonë me dunjon, që ta shfrytëzojmë e mos na shfrytëzojmë, ta dominojmë e mos na dominojmë, ta përdorim e mos na mashtrojmë. Çështja e dytë është ta kuptojmë qëllimin e krijimit. Pse kjo ndonjëti? Të ndëruar shikues, disa dietar kanë sjellë shembull subhanallahu shumë konkret, shumë praktik. Kështu kanë thënë. Nëse disa njerëz kanë hip në anije dhe udhtojnë në destinacion e caktuar, ata e dinë se do të shkojnë nga kjo pikë në këtë pikë përmes detit. Gjatë udhimit, me udhimi i gjatë, janë dalë tek një ishull. Ishull i bukur, me pemë, me fruta të mira, tropikale, me pamje me të vërtetë mahnitse, dhe marinari i anijes ka pasur që udhëtarëve të mundson një pamje të tillë të shijojnë përkohësisht bukuritë e atij ishulli për të vazhduar tutje udhëtimin. Andaj e ndali anijen në bregun e këtij ishulli dhe i tha udhëtarëve që ishin bashkë me të: mos shkoni larg, nga se nuk kemi kohë që të qëndrojmë gjatë. Udhëtimi është i gjatë, ne duhet të vazhdojmë tutje. Rini këtu afër, mos u habitni. Kur të bie buria e anijes, të gjithë të ktheheni në anije. A kupton? Edhe qëllimi nuk është ishulli. Qëllimi është vazhdim tutjeni. Por unë jemi ndal pak që të shohim bukuritë, frutet, të kënaqemi, të lëvizim, të shëtitim e kështu me radhë. Dhe njerëzit dolën. Me marinari u dha udhëzimet e duhura. Disa njerëz nuk ju përmbajnë udhëzimeve. A betën mas një lule, e mas një fryti, mas një pamje, kështë më radhë, u thelluan thellë në ishull dhe humbën komunikimin me anijen. Marinari i bën të buris, që të kthehen udhëtarët, ata nuk dëgjonin. Nuk dëgjonin nga se ishin shku larg. Çka i kishte shpje larg? Mahnitja me ishullin.
Edhepse ai nuk ishte destinacioni tyne. Ai ishte nuk ishte i përshtatshëm për jetuar. Ai ishte mirë sa ishte ditë, ai ishte mirë me qenë pak. Po kur binte nata, çfarë ndodh aty? Problem, vend i frikshëm, vend i vetmuar, i pabanueshëm, nuk është vend për të mbetë aty. E ata që ishin afër, u kthyen dhe shpëtuan. Edhe u kënaqën, edhe përjetuan, edhe shëzuan, por edhe shpëtuan, e cëndutje. Ata që u thelluan, as nuk u kënaqën, nga sa e kënaqësi u shndruan në mirim, kur anija shkoi ata mbetën të vetmuar në ishull, të braktisur. Prandaj, kjo dunjoja. Mos u thello shumë atje që mos të dëgjosh zërin e ezanit. Mos hyj thellë në dunjë që mos të dëgjosh zërin e namazit. Që mos të dëgjosh zërin e Kur'anit, zërin e këshillës e porosisë. Nga se nuk ka dunjë të përmetur. Po, shija lulet e bukura, shija përjetimet e këndshme, lëviz e qarkulla e fita, mirë po gjithmonë veshët hapur ka thirrja. Ka thirrja Allahu te bartur nga se ti e krijuar ti përgjigjesh thirrjes e jo ti përgjigjesh joshjes. Ti e krijuar ti përgjigjesh thirrjes, jo ti përgjigjesh joshjeve dhe kënaqësive të kësaj dunjoje. Prandaj Allahu qartë në Kur'an thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Njerëzit apo xhenet dhe njerëzit nuk i kam krijuar për tjetër, jo për asgjë, përveç të më adhurojnë mua. Veç për këtë arsye Allah na ka krijuar. Prandaj huqja në këtë aspekt na bën rob dunjas. Na bën të mposhtur nga dunja, na shkel me këmbë të saj, na rrëmben e na shkatron edhe në fund adabun elim. Dënim i dhimbshëm nga Allah i mëdhenuar, humbja e dështim e mjerim, kërkesë e klithën për të kthyer prap që ti hakmiri me dunjas për humbjen që na shkaktoi. Mirë po Allahu xhallahu ala thot: "Kalla, inna hiya kalimatun huwa qailuha." Kjo është veç fjalë goje që e thot nga se prap kur thet dunja ka më mashtru, nga se pat mundsi njerë që të treguat stabil, i vëmendshëm dhe i kujdesshëm, por nuk e tregoi këtë pjekuri. Prandaj qëllimi i krijimit, gjithmonë sy tek qëllimi, gjithmonë fokus atje. Jam krijuar për këtë, prandaj çdo thirrje që të thret ti kthehesh qëllimit të krijimit, misionit tënd, rolit tënd, duhet ta dëgjosh. Ti përgjigjesh pavarësisht çfarë pune je, pavarësisht. Dhe Allah çka tha për surën për namazin e xumës. Ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'u ila dhikrillahi wa dharu al-bay'. O që keni besuar, kur të dëgjoni ezanin ditën e xumës. Apo çamo? Fas'u, nxitoni, më një herë fas'u, më një herë. Gjitha braktisni. Nxitoni ka përmendja Allah, ka namazi, nga se për këtë e krijuar. Ti e krijuar për me shku në xhami, ti e krijuar për me shku në xhennet, ti e krijuar për ta përmend Allahun dhe adhuru Allahun te barekuhu teala. Wa dharul bay, dhe braktisni shpëlirën. Përkohësisht kur ajo përfundon, thirrjes ju ke përgjigj, çka Allahu tha? Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Dhe kur namazit përfundon, u kryi misioni. Ju përgjigjem, në rregull jemi afër, nuk jemi thellu, po dëgjojmë. Pastaj Allah tha: "Fantashiru fil ard." Shpërndani prapë nëpër tokë. Vazhdoni tutje, vazhdoni. Wabtagu min fadlillah. Kërkoni nga mirësitë e begatit Allahu te barekuhu teala, po mos shkoni larg, që gjithmonë ta dëgjoni thirrjen. Kjo është mësi. Mos shko larg. Mos shko larg. Nga se nëse nuk e dëgjon thirrjen, kujt kimi u përgjigj? Apo kur kimi u përgjigj? Është shumë probleme. Prandaj qëllimi i krijimit. Gjithashtu të nderuar shikues, do të kuptojmë se ahireti është vendbanimi jon. Dunja këtu jemi, domethënë kalimtar. Para në përsham njëri cili shkon me një vend. Për shembull shkon në Stamboll. Jas dalin shëtitin për punë caktuar. Për shembull, ose shkon në Paris, ose shkon në një vend caktuar dikon. Edhe atje shkon në hotel. Ka në hotel 2 javë. 2 javë ai sorën në hotel. A blen mobile në hotel? Me pa për shembull një fotelet mirë, me pa për shembull një frigorifer të lirë. A e merr me që në hotel? Jo, kjo së shtëpia jam këtu. Hotel është kjo. Kam ne djom kom këni shpëtam. A bën çunirë. Po nuk mirret me hotelin. E shfrytëzon hotelin për punë që ka ardhur, e shfrytëzon, por nuk e bën vendbanim të tij. E dunja kështu.
Dunjona blim frigorifer, mos të keq kuptohemi, blim për shtëpinë tonë. Por dua të them që nuk e trajtojmë si vendbanim të përhershëm. Këtu kemi ardhur edhe jemi kalimtar. Sikur se njëri vend huj apo si kalimtari. Për shkak se vendbanimin real dhe vendqëndrimi jonë i përjetshëm është ku? Ahireti. Në dunja, vallahi s'ka përjetësi. Në dunja s'ka përjetësi. Ahireti, atje janë knatësit, atje janë bukurit. Atje është jetë reale nga se. Para më në jetë ku s'ka smundje. Ka jetë ka smundje. Ka jetë ka mundime, ka mirime, ka sprova. Nuk mund tjetë ka jetë e përjetshme. Në ahiret, s'ka vdekje. A ka ma bukur se kaq. Në ahiret, Allahu te barek o ta'ala. Në ahiret, Muhamedi alayhi salatu wassalam. Në ahiret, miq dashamirët tanë. Besimtarët e devotshëm, besimtarët e mira. Në ahiret nuk ka mashtrim. Në ahiret nuk ka smundje, nuk ka vuajtje, nuk ka mërzi, nuk ka frikë. Prandaj për këtë duhet punuar. Wa fi dhalika faly'amal al-'amilun, Allahu tha. Për këtë duhet punojnë ata që punojnë. Wa fi dhalika falyatanafasu al-mutanafisun. Në këtë shpërblim, në këtë garë për ahiret, e këtu garani, këtu merrni pjesë, jo dunjos. Jo dunjos. Çka kemi garu në dunjë? Për çka me garu në dunjë? Nëse garimi nuk lidh me ahiretin, veç për dunjë, vallahi s'ka vlen. Nuk ka vlen për dunjë me garu, absolutisht. Kush don me garu në dunjë, le vrapan. Le vrapan. Këti ngarë me ta. Pa për shumë dë njerëz në komunikacion. Njëri shkon rrugës vetë, edhe aj të kalën. Hajde e nalë shpecin. Ti do me kalu, aj prap të kalën. E këthen rrugtimin garë. I njëra i mësë mërë me ta. Dë njerëz shumë let kapën e bëjmë pjesë e garës. Ti si këtojnë garë, Allah. Ti këtojnë mi krypun dhe tua. Nuk bëhet gara në autoban. Nuk bëhet gara në vend ku ka kere tjera. Gara është për dikun tjetër. Andaj mos bëhet pjesë e garave që dikush të tërheqin këtë garë që është gara jote. Dunjaja nuk është gara jonë. Ahireti është gara jonë. E atje po garojmë. Atje garojmë për punë të mira. Kush më bëve për mirë, kush më bë mirës, kush më i devotshëm, kush më i sinqert, kush më i afërt me Allahun te barek o taala, kush më i afërt me jetimin, me gratë e mira, me të veja që ndihmon, kush më të smutit, kush më dobtit, kush çto gara, çto është gara. Gara pa kuptim ta në ora të shtrejta, në makina të pa kuptim të me qmimi marrëmend se që s'duhet fare, e kështë mëra pas një kuptim. Pse? Ti të regoj ati sonë e ka ma shumë saj. Që kjo është e sprove dunjas, që kemë folë për te. Prandaj të shpëtën nga sprove dunjas, të kuptash se këto nuk javlen me kumë pjesë e garës. Gara për ahiret. Gara për ahiret, që ati është gara reale. Andaj duke e pas ahiretin synim, duke kuptuar se ajo është vend banimit, duke garuar për ahiret, i shpëton fitneve, sprove, josheve, rëmbimeve të kësaj dunjaje. Zërë të ndërru shikues, ajo që të ndihmon në këtë dunja është adhurimi dhe Allah të manduar. Adhurimi, namazi, dhikri, lezimi i Kuranit. Lezimi i Kuranit, nga se ti në Kuran sërë lezën, e kupton çka dunjaja. Allah të bare këta në Kuran të fletë shpeshere, çka dunjaja. Dhe sa ma ti për e kupton rëllëtin e kësaj dunjaje, rëllësht ti e kupton që nuk javlin për te më mërzit. Allah si javlin për te më mërzit. Nuk javlin për te me garu. Nuk javlin për te me u armitsu e me luftu. Si javlin për te. Për vetë se kur lufta, mërzia, problemet e saj janë të ndëlidhura me ahiretin. Po. Por veç për dunja, si javlin. Si javlin këtu veç për këtë. Absolutisht. Punë e madhe. Kush e ka marrë me veti? Që me marrë ti unë e saj. S'kush. Këtë e kam praktisë. Njëtë kanë luftu, e pasaj në fund, asë njëra pasë se ka gëzu. E kimi rastin në Kosovë të gjojmë, njërës të janë vrarë për një pronë. Qa ka ndodhë? 2 palët kanë të vrarë. Të vrarë ku në varë, kanë vetë fëmija pa babë, gratë pa burra. Burra të tjerë në burgë, 2 palët. Prona e burratisën. Shkrat e asë kujtë. Kush ka fitu? Kush? Ne jemi humbës. Nëse ka fitu dunjaja, në ka armitsu për mes shejtanit që të flasin për te. Andaj, lezo Kur'an, e kuptaj që ka dunjaja. Përmenda Allahun të barek o tala, e kuptaj që ka knatësia. Falë namazin, e kuptaj që ka është lezeti, që ka knatësia, që për timi mirë, që atja realiteti këndshëm, tek namazi. Wallahi knatësin që besimtarja për e ta në namaz, nëse falet që shduhet,
Nuk ka kënaqësi në dunjë që i konkuron. Absolutisht, s'ka mundësi. Përmendja Allahut me zemër, me kuptim, me përjetim, vëllai nuk ka kënaqësi e dunjës që i konkuron. Absolutisht. Prandaj kompenzoje atë të dunjës me përmendjet e Allahut te bareku teala. Përmbushur me përmendje, përmbushur me dhikr, përmbushur me Kur'an, përmbushur me namaz, me lejen e Allahut te bareku teala, dunjaja do të jetë në dorën tënde, por nuk do të përshtypje. Nuk bën përshtypje fitnë të saj nga se je i përmbushur, nuk je i zbrazët, nuk je i uritur, je i ngopur, s'ke nevojë. Por ai që është uritur, çdo sofër i bën përshtypje, fatkeqësisht, dhe çdo thirrje për të është interesante. Edhe për fund, se ka shumë, po për fund, ndjeki shembujt e duhur. Njerë në dunja fatkeqësisht, ndjekin shembujt e gabuar. Ndjekin shembujt atyre që dunjaja i ka përvetsu, i ka bo rob vet, i ka bo bit vet. Nëse njek rrugën e tyne, në qatë shpi kime shku, vallaj në qatë burë kime shku, njejt, nëse qatë rrugën duke njek. Ata që ka ra viktima në sprovat, për shembull e gjinisë së kundërt, në sprovat e pasurisë, autoritetit, janë fut në burgun e epshit. Nëse ndjek rrugën e tyre, në burë kime përfundu, të epshit, të egos, që kemi bujt për te, po ndoshta në burë të dunjas, për shkak se shumica nga ata janë konsumues të zellshëm, të devotshëm të drogës. Pastaj janë vrasës, janë kriminal. Ndjekja rrugëve të tyre, padyshim se çon tek burrit e dunjas e të ahiret, Allahu na ruaj. E kush është shembulli? Ndjekja shembullin e pejgamberëve. Ndjekja shembullin e pejgamberëve. Shembullin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Shembullin e dietarëve, besimtarëve të sinqertë, besimtarëve të sinqerta, besimtarëve të pastërta, të ndershme, ndjekja rrugën e tyre. Nga se kështu shpëton nga sherrri i dunjas. Lutë Allah me të lutë Allah të barë të që kështë dhe në fillim. Allahu në mundëso që dunjaja të jetë mundësi e shkëlqyeshme për fitu ahiretin. Allah në mundëso që në dunja të kemi mirësi, sikur që Allah në mundësoj e në mësoj të themi, Rabbana atina fi dunja hasana, o fi akhirati hasana, o qina adhaban nar. Më nësi këtë që ka kumëndëri me tani, përfshihet në këtë lutje. O Zoti jonë, në jap të mira në këtë dunja, dhe në jap të mira në ahiret, e në ruaj nga zjarri i xhenemit. Do të thonë, të mirat e dunjas mos të bëjmë me shku në xhenem, por të mirat e dunjas na shpihen tek të mirat e ahiretit, dhe të mirat e ahiretit të jenë xheneti ku jemi të ruajtur e të mbrojtur nga zjarri i xhenemit. Allahu na ruaj nga sherrri i dunjas, e na mëson të mirat e saj, e bukuritë e saj, e në fund të dalim faqebardh e të suksesshëm për Allah të manduar, me shpërblimin e madh xhenetin Firdaus. Zoti ju ruaj.